sepse njerëzit fatkeqësisht, do thonë edhe sidomos këtu ku jetojmë, kanë një nocion komplet negativ mbi të mirën. Ta bëj mirë se do të gjejsh keq, ndërsa Zoti thotë jo, nuk është ashtu. Pra bën mirë gjën mirë. Bën mirë gjën mirë, thotë Zoti. Nuk e humb Zoti të mirën. Edhe nëse ty njerëzit nuk ta kthejnë të mirën më të mirë, është një Zot lart që ty do ta kthej të mirën më të mirë. Do ta kompensojë Zoti ty të mirën tënde. Kjo normalisht nënkupton edhe raportet e njeriut me Zotin, po edhe raportet se si Zoti do ta shpërblej njeriu. Raportet e njeriut me Zotin me kuptimin Zoti ne vetëm mirë na ka bërë. Pra me kuptimin na solli në këtë botë dhe këtë botë të bërit përshtatshme për të jetuar ne. Na dha shpirtin, na krijoi, na ka sjell në jetë, na ka bërë Zoti aq shumë të mira. Tani pyetja është, ne si njerëz, ne si krijesa përballë kësaj bamirësie pafund Zotit, si do të pozicionohemi? A do të jemi ne ndaj Zotit mirënjohës dhe do të kthejmë Zotit mirën më të mirë, megjithse e mira jonë nuk arrin tek Zoti. Pra me kuptimin nuk është se po i bëjmë nder Zotit, nuk është se ne me të mirën tonë fitoj Zoti diçka. Po faktikisht është një mirë që do të na kthehet prapë neve. Pra gjithmonë njeriu është në favor dhe gjithmonë njeriu është në fitim.